lider të opozitarit kem më të pasën se krejt tjerë. Përbes nuk ka dilembe të e përdorë pushtetin. Nuk mund është me jetu në lagjet ma luksoze të Prishtinës. Qysh njerëzve pju pengon ma shumë 16 euro në llogarinë e Kurtin se sa milionat pasuri në llogari të tjerëve. Po nuk luftohet Kurti me lidhje të shkurta. 16 euro me Serbinë, i shërbej ati, i shërbej këtij. Tash, na jemi të fol veç për opozitë. Kosova ka nevojë për opozitë, na kemi me qenë opozita, ose pa jo rasisht opozitën, dhe liderët opozitari kem më të pasën se krejt tjerë. Me shtëpia, në lagje, më të shtrajtat kryeqytetit. Me gjipa, me polici, si kur kryeministrin, si kur liderët opozitarit. Interesa së ndërlidhet me pushtetin apo me biznes ose po treta? Dyat janë bashkë ato. Përbes nuk ka dilembe të e përdorë pushtetin. Nuk ka dilemë këtë punë. Edhe për shta populli Kosovës gjithë ma shumë pe kuptan këtë punë. Nuk mund është me jetu në lagjet ma luksoze të Prishtinës. Edhe unë s'kam problem njerë që jetojnë aty, as që jenë ato lagje. Po s'mund është me bo ata në nërkohë me fol për politikë njërën që flasin këta. Nuk ekziston. Pra ndaj unë po thëmë ka diskrepancë të madhe në mes jetës që e bojnë, edhe që shë kanë bo këtë cilësi jetës dhe situatës politike. Nuk mund është me sfidu pushtetet të tilla me njerëz të cilët pjesa më e madhe pjesë e rahatisë tyne. Unë kam pas kritik qysh njerëzve pju pengon ma shumë 16 euro në llogarinë e Kurtin se sa milionat pasuri në llogari të tjerëve. Kurti e bën qartazi për arsye strategjike këtë punë. S'ka dilemë, do me thonë, ai tërheq paret nëse s'ka ndru njëherë në mujt gjithë dhe shpenzon cash, nuk e di nëse ka ndru. Dhe po ashtu, para deklarimit pasurisë, sa do paret që ka pas, atë në atë kohë, e nuk ka pas shumë, sepse ka jetu me rrogën, i ka shpenzu. Po flit në periudhën sa keni qenë bashkë në besoj që është e njëjta. Unë nuk besoj që Kurti ka hi në kombinimet çfarë mendojnë të tjerët, sepse Kurti ka ambicie shumë më të mëdha, shumë më problematike të cilat do t'i flasim gjatë fushatës. Po nuk luftohet Kurti me lidhje të shkurta. 16 euro me Serbinë, i shërbej ati, i shërbej këtij. Prandaj, unë besoj që fokusin do me pa dikun tjetër. Nuk kam pa vende që opozita është më e pasur se pushteti. Për jashtë president. Tash, na jemi të fol veç për opozitë. Kosova ka nevojë për opozitë, na kemi me qenë opozita, ose na... E përjashtoni çfarë do mundësi e tillë? Absolutisht po. Ka pas ndonjë takim ndërmjet jush edhe zotit Kurti pas darës në vitin 2019?